Edicionin po e vazhdojmë fatkeqësisht edhe me një lajm të trisht që ka ndodhur sot. Një person ka vdekur në një aksident në rrugën Podujevë-Prishtinë. Nga policia e Kosovës kanë bërë të ditur se në aksident ka qenë e përfshirë një motociklet dhe ngasësi i motocikletës nuk ka arritur të përballojë plagët dhe i njëjti ka ndëruar jetë. Vdekja e viktimës është konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes, ka bërë të ditur policia. Sot rreth orës 7 kemi pranuar informatën se në rrugën Podujevë-Prishtinë ka ndodhur një aksident trafiku me pasoja fatale. Në këtë aksident ka qenë e përfshirë një motociklet dhe si pasojë e aksidentit ngasësi i motocikletës nuk ka arritur të përballojë plagët dhe i njëjti ka ndëruar jetë. Vdekja e viktimës mashkull është konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes dhe me rastin po merret njësitë i trafikut rajonal, thuhet në postimin e plotë të policisë së Kosovës. Në anën tjetër, mbrëm ka vdekur një tjetër person në Skënderaj pasi është goditur nga një vetur. Rreth orës 21:10 në rrugën Azem Bejta në Skënderaj ka ndodhur një aksident trafiku me pasoja vdekje. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësi policisë rajonale në Mitrovic Avni Zahiti. Në aksident janë përfshirë një vetur dhe një këmbësor. Si pasojë e goditjes, këmbësori rreth 74 vjeçar ka humbur jetën në vendin e ngjarjes. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në stacionin policor për procedura të mëtejme. Ka pasur një reagim të mënjëhershëm për këtë rast tragjik dhe për këtë humbje nga Hoxh Elbasan Xhani, i cili ka reaguar me dhimbje të thellë për vdekjen e Miftar Lushtakut. Ai ka thënë që me dhimbje të thellë mora lajmin për vdekjen e Miftar Lushtakut, i cili pas namazit të teravih duke kaluar rrugën është goditur nga një automjet dhe si pasojë ka ndëruar jetë. Ai mes tjera ka ndarë edhe disa detaje dhe këto do t'i ndajmë edhe në këtë lidhje të drejtë për drejtë me Hoxhën, jemi tani me Sedat Rustemin. Hoxh, mirë se erdhët në këtë lidhje të drejtë për drejtë, ngushëllime për këtë humbje. Mirë se i faleminderit, edhe unë i ngushtoj familjarët gjithashtu. Patjetër. Në këtë reagimin tuaj, pra ju keni treguar fillimisht këtë që pikërisht pas namazit të teravive duke kaluar rrugën, tashmë i ndjeri është goditur nga vetura. Po, në fakt, ky reagim, nëse përna të gjanë zoti Rustolli, ka ardhur edhe nga kolega juaj, i cili ka shpjeguar pak a shumë edhe ndikimin kur pas faljes së namazit dikush ndëron jetë, ndoshta në aspektin fetar, qoftë edhe për familjen tjetë si një lloj ngushëllimit, kuptojmë se çfarë domethënie ka kjo. Patjetër që në radhë parë edhe një herë shfrytëzoj rastin me ngushëllu familjarët, mirë po në anën tjetër dhe i sihariqojmë për faktin se vdekja është caktim i Zotit, që nuk vije para ose nuk shtyhet mrapa, mirë po lun rol shumë gjendja në formën cilën vdes njeriu. Pra në këtë rast i ndjeri ka vdek pas një veprë shumë madhështore, praktikisht pas faljes së namazit. Ju lutem, Rustemi, ose Hoxh nëse më dëgjoni më mirë. Ju lutem, falni që po ju ndërpres, vetëm kamerën nëse mund ta ngritni pak më lart, sepse nuk po arrim t'ju shohim. Që t'jemi edhe me pamje. Po. Ndoshta kamerën në një pozicion që t'ju shohim më mirë për shkak që ta bëjmë edhe komunikimin siç duhet. Po, tani jemi në rregull. Faleminderit shumë. Po ju dëgjojmë tani, sepse ju ndërpres. Pra, themi që në radhë parë ne i ngushëllojmë familjarët dhe njëkohësisht i sihariqojmë ata për faktin se vdekja pas përfundimit të namazit, sipas mësimeve tona fetare, determinon për një shenjë të mirë, është një alarm i mirë për faktin se pas përfundimit të një vepre madhore, sikurse falja e namazit, ti përfundon njeriu të vdekja, është një sinjal i mirë. Prandaj dhe i sihariqojmë anëtarët e familjes se vdekja as nuk vije para, as nuk shtyhet mrapa, domethënë ashtu kur Zoti ka caktuar, mirë po lun rol se si njeriu i përfundon vdekja, nga se profeti alayhis salam ka thënë, vërtet veprat shpërblen sipas fundit të jetës së njeriu. Kështu që njëkohësisht edhe i ngushëllojmë familjarët, po dhe i sihariqojmë për prindin e tyre, familjarën e tyre, sepse edhe ashtu njeriu do thot ka për të vdek, por vdekja pas veprave të mira konsiderohet sinjal i mirë ose shenjë e mirë.
Gjithsesi, natyrisht kjo është një dhimbje për familjarët tanë. Ne besojmë se do të jetë mundur gjatë këtij edicioni do të kemi lidhje edhe me vëllain e viktimës, sepse është edhe mëshme dhe është një humbje, sidomos hoq këto humbjet le të themi më njëhershme, sidomos në këto aksidente tragjike, janë edhe më të vështira për të përballuar emocionalisht dhe në çdo formë nga familjarët. Patëm një shkputje të pyetjes, po ndoshta po thoja që këto vdekjet e papritura të mënjëhershme dhe në këto aksidente janë shumë të vështira për të përballuar emocionalisht nga familjarët, sado që në këtë aspektin fetar ju e thatë, domethënë dhe e shpjeguat. Sigurisht që janë më të vështira, po ky është mesazhi i Ramazanit dhe ky është mesazhi i jetës në përgjithësi që thret Islami që njeriu të para përgatitet dhe ta dinë që vdekja mund na godet në çdo çast. Mirë, po pra po themi vdekja pas veprave të mira është një lajm i mirë, është një sehariç i mirë, sepse te Zoti do thotë personi ka një pozitë mirë inshallah. Po. Dhe ajo që kemi parë hoxh gjatë këtij muaji të shenjtë Ramazanit, kemi pasur edhe disa raste të tilla pothuajse të ngjashme. Kemi pasur një të tillë edhe në fushë Kosovë ku një i moshuar është goditur pikërisht pas përfundimit të faljes së namazit të teravive. Po. Patjetër këto domethënë janë të gjitha sinjale njëkohësisht për të çojnë mesazh që njeriu vazhdimisht duhet të jetë edhe i përgatitur, sepse çështja e vdekjes është kompetencë hyjnore, është kompetencë e Zotit, nuk dimni që... Duket se kemi një ndërprerje, ndoshta... Nëse na dëgjon vetëm për ta falendëruar, sepse jemi në gatishmëri të vazhdueshme. Po pra, sepse kjo diskutohet gjithmonë, kur gjatë muajit të Ramazanit, sepse çdo vdekje natyrisht është lajm shumë i trisht për gjithë familjarët, për fakti që ndodh në muajin e shenjtë të Ramazanit, shumë shpesh kemi pa që është një lloj ngushëllimi për familjarët, duke thënë që janë këtë muaj të shenjtë, ndodhi kjo dhe e pranojnë si një sfidë nga Zoti. Por kjo domethënia, kur kanë abdes, kur kanë përfunduar teravit, kur me zemër kanë bërë diçka për fenë e tyre, pra na duhet ky shpjegimi, sepse gjithmonë thuhet se ndoshta e kanë si një garancë që do të shkojnë edhe në xhenet sipas fesë islame. Në fakt, unë siç e promovova më herët, do thotë që mësimet fetare, mesazhet e përgjithshme janë inkurajim, që është një sinjal i mirë, por përfundimi takon Zotit, mirë po kemi shpresë te Zoti që ata që përfundojnë jetën kësaj të jenë banorë të xhenetit. Sepse banorët e xhenetit do thotë janë përshkruar me vepra të mira, me qasje të mirë, me përkushtim ndaj Zotit, duke qenë prind të mirë, duke qenë qytetar të mirë, të gjitha këto pra janë sehariç dhe janë shenja të mira që në fakt dikuj kur i përfundon jeta kësaj soji, lutemi dhe shpresojmë te Zoti që të jetë inshallah banor i xhenetit. E gjithsesi që kjo është edhe një ngushëllim, po themi, është një lehtësim i dhimbjes së anëtarëve të familjes, është edhe një tejkalimi i vështirësive që kanë anëtarët e familjes. Hoxh, ne ju falenderojmë për këtë lidhje dhe për këto mesazhe. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit ju.